processuale. Kush janë ekspertët që Të nderuar miq, përshëndetje dhe mirë se takohemi në emisionin e radhës këtu në Radio Televizionin Iliria. Do të flasim për luftën hibride dhe kriza globale në vend dhe rajon e botë. Bashkë me profesorin nderuar doktor Gorakuq, që njohësi marrëdhënieve ndërkombëtare. Nderuar, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjeta. Atëherë, sigurisht tema është e gjerë, po do të mundohemi në pika të shkurtra sa kemi mundësi dhe hapësirë. Të flasim për disa nga pyetjet më interesante që unë të paktën e kam paraqur. Si fillim, shpesh dëgjojmë lufta hibride. Çka është lufta hibride dhe pse konsiderohet një nga kërcënimet më serioze të këtij shekulli? Tash të fillojmë me ato më të thjeshtë. Lufta hibride është ajo pjesa kur të vjen diçka që se pret, që e përmendim na në popull. Ose e ka një thënie Konfuçi në librin e tij ku thotë domethënë ta sulmosh armikun aty ku nuk e pret. Lufta hibride është ajo pjesa e luftës jo konvencionale, pra jo tradicionale. Në luftën tradicionale ke ditë kush është armiku jot. Ke luftu ball për ball me ta në fronte, llogore dhe gjëra të ndryshme. Në luftën hibride nuk e din. Madje është edhe më i keq nganjëherë edhe se terrorizmi. Edhe pse përmban terrorizmin në vetvete. Për shkak se kjo merret me pikat e dhëmshme të cilat e shkaktrojnë një shoqëri, e shkaktrojnë një shtet dhe e shkaktrojnë komplet sistemin e saj. Për shembull, të marrim një luftë hibride mund të jetë një sulm ku bëhet në çështjet e energjisë. Qoftë ujore, qoftë energjisë elektrike, domethënë prodhimit nëpërmjet termoelektronave. Apo edhe qoftë sulmet që mund të bëhen në rrjedhjat e ujrave të zeza, ku mund të kriju epidemi për saj tek qytetarët. Ndërsa luftë hibride tjetër mund të jetë edhe ajo ku bëhet një propagandë mediale, që tashmë është në trend jashtëzakonisht shumë, ku bëhet propagandë mediale dhe krijon përçarje dhe paqartësi tek publiku për çështje të ndryshme. Për shembull, për një informacion të saktë, lëshohen mbi 70 lajme të cilat nuk janë të sakta. Tash cilën të besojmë, një lloj e merr ti, një lloj e merron, një lloj ai tjetri. Dhe gjitha ky konglomerat i lajmeve na bën neve me u përplas ndërmjet njëri tjetrit. Ose për shembull nganjëherë shumë është i rrezikshëm edhe më i rrezikshëm se vetë publikimi i lajmit të rreshëm është amplifikimi i lajmit të rrejshëm. Për shembull, unë dhe ju jemi kundërshtar dhe unë e lëshoj një lajm të rrejshëm për juve. Armiku këndej kujdeset që të shkaktoj përçarje më të madhe mes meje te, si pol, si parti, ose si qytetar, ose si shtetas të këtij vendi, që ta amplifikoj gënjeshtrën time. Ta shpërndaj në rrjetet sociale, ta shpërndaj në media, nëpërmjet botëve të ndryshme dhe në këtë formë nxitet deri në vllavrasje. Format e tjera të luftës hibride janë domethënë kur fut përçarje edhe në institucione ose i dëmton institucionet nëpërmjet sulmeve të ndryshme, siç janë për shembull çështjet administrative, çështjet ku bëjnë interferenca nëpërmjet formave të ndryshme, për shembull në Kosovë që tani dëshirojnë prapë të rikthejnë në gjyqtarët, prokurorët, policët, për shkak se e dinë që duke pasur personat e tillë në institucione kanë më shumë ndikim. Dhe kjo është esenca e tyre, dhe në këtë formë ata mundohen sa më shumë që ta përçajnë institucionet, ta përçajnë shoqërinë dhe gjitha këto ndikojnë në luftën hibride. Lufta hibride ka edhe shumë forma të tjera, ka çështje ekologjike, ka çështje psikologjike dhe forma të tjera që ndoshta na duhet edhe shumë gjatë, por unë mundova sa më thjesht. Tamam. Është Kosova objekt i luftës hibride? Po, Kosova është objekt i luftës hibride tashme dhe kjo pranohet nga ndërkombëtarët dhe kjo sigurisht u dasht nëpërmjet Institutit Oktopus në ardashur bukon një kohë gjatë që ndoshta edhe t'i bindim ndërkombëtarët dhe t'i bindim mediat dhe shumë njerëz të fushave të ndryshme që Kosova është duke përballur me luftë hibride dhe personalisht unë jam përballur me sulme të ndryshme edhe nga Serbia dhe nga vendorë të cilët nuk dëshironin të besonin që ekziston lufta hibride në Kosovë, ndërsa Serbia për shkak që u zbuloi e vërteta.
Dhe kësi faktor, atëherë Kosova është përballur për shembull në luftën hibride në Banjska, ku është për sulmit terrorist, ajo kishte qëllimin të përdhante edhe ndarjen e territorit të Kosovës, të amplifikante pakënaqësinë e serbe, pastaj ndërhyrjet në zgjedhjet që bëhen nga Serbia në kuadër të luftës hibride. Pastaj propaganda psikologjike që prodhohet është në kuadër të luftës hibride. Ata prodhojnë gënjeshtër të jashtëzakonisht të mëdha dhe propaganda më e rrezikshme që është shpërndarë dhe përdoret në mas tek ne është që Serbia është jashtëzakonisht e fuqishme dhe ne jemi të dobët. Kjo është një lloj lufte psikologjike ku e krijon një psikozë defanzive për njerëz të caktuar të cilët të jenë gjithmonë të papërgatitur për ndonjë përballje me Serbinë dhe Serbia të mos ketë nevojë realisht të përdor armë për ta ketë fituar në saj nëpërmjet propagandës. Me luftë hibride janë përballur edhe policia e Kosovës në veri të vendit kur janë shpërndarë propaganda të jashtëzakonshme të tyre, pastaj Serbia përmban rreth 12 media në Kosovë të cilat funksionojnë në Kosovë, pastaj disa organizatore qeveritare të cilat e shtyn përpara propagandën e Serbisë dhe fatkeqësisht edhe i marrin disa shqiptarë të cilët i marrin për intervistat e caktuara, për prononcimet e caktuara dhe i bën pjesë të strategjisë së tyre. Dhe gjitha kjo është në atë që quhet useful idiots, idiot të dobishëm, sepse këta nuk janë gjithë ky konglomerat i njerëzve, nuk janë spion të Serbisë, nuk janë njerëz të Serbisë, por pa vetëdijshëm bijnë në kurthën e tyre. Sa ndikojnë fatkeqësisht dezinformimi, propaganda në rrjetet sociale tani më në krijimin e tensioneve politike në shoqërinë tonë? Faktori kryesor që ndikon sot është rrjetet sociale, që ndikon në përçarje janë rrjetet sociale. E që nuk kanë kontroll as pak. Dhe kjo është, siç e thatë ju, një pa kontroll i madh dhe përveç tij është një papërgjegjësi e madhe. Rrjetet sociale sot shpesh e kanë thonë edhe shumë autor, është duke ja për mundësinë që edhe të themi në thojza idiotit të bëhet analist. Por këta idiot pastaj po kanë ndikim në shoqëri përmes mediave sociale kontrast. Pikërisht. Dhe çështja është që këta persona të cilët publikojnë çështje të ndryshme, bëhen influencer, kanë para të mjaftueshme që të bëhen influencer, të shtojnë narrativa të ndryshme. Pastaj krijimi i fanpage-eve dhe i mediave fake, të cilat nuk kanë seli, nuk kanë informacione asgjë, por thjesht përndajnë lajme, që neve të gjithëve na shfaqen në telefona me qindra dhe kanjëherë me mira faqe të tilla, dhe të gjitha këto kujdesin që të shpërndajnë informacione të pasakta, informacione nga shumë fusha, jo vetëm nga fusha e politikës, por edhe nga fusha e mjekësisë dhe fusha të ndryshme. Përveç tjera shka është, domethënë, shpërndajnë edhe nga fusha e religionit jashtëzakonisht shumë dezinformata dhe përçarje të ndryshme për shoqërinë tonë, sidomos. Për shembull tek çështjet politike, sidomos gjatë zgjedhjeve kemi vërejtur nga hulumtimet tona që kanë pasur ku personat e caktuar që me gjas mund të mos kenë edhe shqiptar, i kanë bërë foto të personat të caktuar me AI dhe i kanë publikuar në rrjetet sociale duke i paraqitur si tradhtar të vendit, bashkëpunëtor të Serbisë, ato kanë marrë me mira shpërndarje, mira fyrje, përçarje të shoqërisë, gjë që po e shohim edhe sot. Dhe edhe tani vazhdojnë e njëjta, pra nuk ka një kontroll dhe ky është një problem ndoshta mund të themi global edhe fenomen global, sepse edhe në plot shoqëri zgjedhjet janë fituar nëpërmjet propagandave të ndryshme. Por kur jemi te rasti jon, ne jemi bukur shumë vulnerabel ndaj këtyre çështjeve që po na vijnë dhe të gjitha kanë një piknisje që është Serbia e cila po ndikon në çdo formë duke shfryzuar temetat tona shoqërore. Sa është tani për tani rajoni i sigurt për një krizë të re politiko-luftarake? Realisht rajoni është vetëm i qetë, por nuk është në paqe. Që i bie? Që i bie që në çdo moment mund të shpërthejë diçka. Duhet ta kemi parasysh në vitin 2023, kur Kosova pati avancimin e statutit të saj në NATO dhe përparësinë që tentoi të bëhet antare e Këshillit të Evropës. Në atë kohë fuqiqja dhanë një deklaratë. Tha ne e presim momentin e ndryshimeve gjeopolitike për të reaguar kundër Kosovës. Dhe së fundi e pam edhe Paunovici, e cila dha që është ministri në qeverinë serbe, edhe deklarata që po të isha në vendin e Miloševićit në 1998 do të bëja spastrimet ndaj shqiptarëve. Pra, domethënë ajo kritikon të Miloševićin pse si ka spastru krejt, s'na ka myt krejtve. Dhe reagimi faktori ndërkombëtar ka shumë i akullt, shumë i ftoftë.
Fatkeqësisht po. Në raport me shqiptarët apo kosovarët kur bëjnë ndonjë deklaratë ose këtë rast kemi çështjen e villave në veri, për shembull, kemi reagim më të fuqishëm ndërkombëtar se sa deklaratë po. Sepse edhe ne vetë shqiptarët nuk kemi unik në këtë çështje. Më shumë reaguam ne pse po rrezohen villa se sa vetë serbët nganjëherë. Kjo është fatkeqësi e madhe e jona. Më shumë reaguam ne për të kthyer serbët në institucionet tona në formë jo ligjore, sepse po të ktheheshin në formë ligjore është në rregull, e çka e lejohet me kushtetutë dhe me ligj jemi në rregull, por ajo çka duhet të me ligjin nuk duhet të kemi kompromis, nuk duhet të kemi kompromis me të keqen, sepse keqja është kanceri i shoqërisë dhe nëse ne fillojmë me bë kompromiset e tilla, atëherë ne po e dëmtojmë jashtëzakonisht sistemin tonë kushtetues. Ne i jepim hapësirë përçarjeve tona dhe jemi duke i jep hapësirë. Dhe në momentin që po i kemi këto përçarje, nëse shikon anën serbe, e cila dëshiron ta mbrojë këtë, andej nuk i shë madje edhe vetë protestuesit e pam që dolën kundrejt Kosovës, që janë kundrejt Vučićit, si protestë dolën kundrejt Kosovës. Pra, për çështjet e tyre madhore që i konsiderojnë ata si çështje madhore, ata nuk kanë kundërshtim me vetë, por ne kemi kundërshtim. Dhe kjo po na dëmton jashtëzakonisht shumë. Kjo jashtëzakonisht shumë po na jap hapësirë që pastaj çdo kujt ja hapim derën për kritikë. Çdo kujt ja hapim derën që të na përçojë si shoqëri dhe në fund ndoshta edhe të na shuajë si shtet. Pra, së pari duhet ta kthejmë gishtin nga vetvetja. Zhvillimet e fundit që po ndodhin në linjën e mesme, konkretisht mes luftës SHBA, Iran dhe Izrael, a janë një fallëmësimi për neve në Kosovë si shtet i vogël dhe vendet tjera ballkanike që këtë rast miku i vjetër dhe i kahmatshëm SHBA nuk ka kohë më marrë me neve nëse ne nuk kujdesim me vetë për territorin tonë dhe për disa situata të tjera politike të cilat mund të menaxhojmë. Për shkak se një farë nëse mund të shprehim gjuhën e popullit, Amerika është të marrë me punë të mëdha dhe s'po ka kohë më marrë me punë të vogla. Dua të flas sa më shumë pa emocione për këtë çështje. Dhe duhet ta themi realitetin. Po mundon ata jap në formën më të thjeshtë për të kuptuar. Nëse nuk je serioz në një punë, si individ, po flasim, pse duhet unë të bashkëpunoj me ty? Nëse nuk je serioz si shtet, pse duhet unë të ta besoj strategjinë time gjeopolitike të madhe? Para disa muaje, nëse nuk ka bëjë rreth 2 muaj, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka dhënë një deklaratë, ambasadat konkretisht, që neve nuk na interesojnë llojet e qeverive që janë në Ballkanin Perëndimor. Pra, nuk po intereson në krye të Kosovës kush është. Nuk po intereson as në Serbi kush është në krye. Po intereson a realizohet gjeostrategjia e saj. Dhe ata kanë nevojë për shtete serioze në bashkëpunime të tilla. Pra, edhe nëse je shtet kriminal, por je serioz në realizimin e strategjisë së saj, bashkëpunon. Çfarë shteti po tregojmë ne? Kjo lind pyetja kryesore. A jemi serioz që dikush të na besojë të bashkëpunojmë me ne? Këto janë pyetje kryesore që duhet t'i përgjigjemi ne vetë së pari. Sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bota nuk sillet rreth neve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka baza mbi 800 baza në botë. E jona është vetëm një nga ato bazat më të vogla që i ka. Pra nuk him as të mesatarët. Dhe si e tillë, mos ta mendojmë vetëm si pika strategjike kryesore Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për një moment ata e humbin vëmendjen. Janë largu prej Afganistanit që është shumë më i madh me rëndësi gjeopolitike se sa ne. Por kjo po tregon që na jemi jo serioz, nuk jemi duke treguar partneritet të duhur që të ndihmojmë edhe atë të realizojë interesat e veta dhe ne të realizojmë interesat tona. Për shembull, në një libër thellësia strategjike përmendet që shtetet kategorizohen në 4 lloje. Në këtë rast, Kosova hyn në ato shtetet e vogla. Shtetet e vogla duhet të jenë smart, që të mos përplasen me ujërat e fuqishme ndërkombëtare, sepse përndryshe do të fundosesh. Dhe nëse ne vazhdojmë të përplasim dhe nuk e gjejmë veten në këto ujëra, atëherë do të fundosim. Pra, rëndësia në shtetit është që në këto ujëra të di se si të notoj, pa i dëmtuar interesat e veta. Ne deri më tani nuk është që po dim të
notojmë mjaft të mirë dhe për këtë arsye edhe po e humbim vëmendjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ose po i japim arsye Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të ofrohet më shumë me vendet armike të Kosovës. Si është të animon në luftën mes SBA-s, Iranit dhe Izraelit, kjo treshe cila bëjnë marrëveshje para dite, pastaj e prishin marrëveshjen pas dite. Sa është rrezikshme që kjo luftë të zgjerohet më shumë në lindjen e mesme dhe pastaj të kemi një lloj konflikti të ri global? Zakonisht kur fillojnë luftrat e mëdha, gjithmonë bëhet një luftë, bëhet një paqe, e cila është paqe pa qëndrueshme realisht, fillon një luftë tjetër ose vazhdon në njëjta luftë. Deri në një pikë ku më nuk ka paqe, por ka eskalim. Kështu ka ndodhur para luftës së dytë botërore dhe kështu ka ndodhur para luftës së parë botërore. Kështu ka mundur të ndodhë gjatë luftës së ftoft, por që Bashkimi Sovjetik realisht u shkërmaq dhe nuk ndodhi ajo lufta e tretë, por u shkërmaq, sepse nuk mundi të mbjetoj. Pra, si ideologji nuk e prodhoi edhe një bindje Bashkimi Sovjetik. Dhe nuk prodhoi vlera dhe duke mos prodhu vlera edhe u shkërmaq si shoqëri sovjetike. Por edhe si shtet. Edhe tani bota, domethënë, nuk është më unipolare e pastër të paktën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdon të qëndrojë si superficia më e madhe në botë, por jo e vetme. Ka Kina, është Rusia, janë edhe vendet e tjera të cilët nëse nuk janë në nivelin e superfuqisë, të paktën janë në nivelin e fuqisë rajonale. Dhe sot vazhdimisht shprehen interesat e tyre të vazhdueshme gjeopolitike. Dhe luftrat e tilla në lindjen e mesme. Lindja e mesme është një pikë shumë e rëndësishme strategjike për botën, për shkak edhe si pikë strategjike globale për ruajtjen e influencës, por edhe për çështjet e tregtisë dhe ekonomisë. Dhe ne kemi pa që çdo lëvizje në lindjen e mesme ndikon në ekonominë globale. Izraeli është vendi i cili tashmë dihet qartë dhe nuk e mohojnë as ata vetë që ka qëllime ekspansioniste dhe zgjerim të gjithë fshinit e vet. Dhe ai nuk do të lejoj edhe në atëherë kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dëshiron një paqe, nuk lejon një paqe. E pam që edhe marrëveshja SBA-Iran, Izraeli nuk e pranoi. Nuk pranonte të tërhiqej edhe nga vendet fshinje ku ishte duke i sulmuar. Po ashtu nuk e respekton as marrëveshjen për çështjen e Gazës. Sulmet aty vazhdojnë, njerëzit vazhdojnë të vritin pothuajse njëjtë, vetëm që fokusi nuk është më i njëjtë, kjo është fatkeqësia. Dhe si e tillë atëherë deri ndoshta sa të realizohen interesat e caktuara ose deri në një eskalim të luftës nuk mund të gjejmë paqe. Pse? Tashmë shohim debati i ri që është se Rusia është duke edhe ka një akuzë publike që është duke ndihmuar Iranin të sulmoj bazat e CIA dhe bazat strategjike të Shtetit të Bashkuara në lindjen e mesme. Po ashtu edhe Kina, Irani nuk e përdor për shembull GPS-in për informacione, për gjetjen e pika, po përdor badu të Kinës, që është domethënë një lloj tjetër që realisht i bie që mund të jetë për inteligjenca të tjera ose Shtetet e Bashkuara të Amerikës, potencialisht ne nuk e dimë aftësitë e atyre palëve, por e pa verifikueshme dhe në këtë formë e bën luftën asimetrike të suksesshme. Dhe SBA-ja duhet ose të përdorë një fuqi të jashtëzakonshme për ta mposhtër Iranin ose duhet të arrijë një marrëveshje. Marrëveshja për momentin edhe nëse i konvenon SBA-s nuk i konvenon Izraelit sepse i ndalon qëllimet e saj ekspansioniste. Nëse shikojmë këto si konglomerat, për me thënë më shkurt, atëherë i bie që neve po na dërgon drejt një eskalimi apo drejt një krize të madhe. Por unë uroj që të jetë e kundërta, që të arrihet një paqe mes këtyre palëve. Për shkak se eskalimi nënkupton që do të kemi një luftë edhe këtu, për shkak se e përmendëm më herët, Serbia është duke i pritur rrethana strategjike, madje ka pasur edhe lajmet e tilla që vetë ata e kanë publikuar kur ka filluar sulmi i parë Izrael-Iran, që ta shfrytëzojnë rastin dhe të reagojnë kundra Kosovës. Nëse këto kriza ndërkombëtare po vazhdojnë të thellohen siç po shihet, sa ka sa është në fakt Kosova përgatitur, rajoni, Ballkani dhe Evropa në përballë me këto kriza, sepse këto po shkaktojnë tash që kemi pra çështjen e naftës për shembull, tash po shkojmë drejt çmimit sikur në Gjermani. Pra kjo është kriza e parë që ngritjet e çmimit të derivate pastaj ndikojnë edhe në pjesën tjetër ekonomike. Sa është Kosova gatshme me përballuar këtë rast një krizë siç po ndodh tash sa kohë mes Iranit
SBA-s dhe Izraelit. Realisht në aspektin ekonomik ne po tregojmë që nuk jemi të përgatitur, nuk kemi rezerva të naftës, nuk kemi rezerva, dhe nëse kemi janë rezerva të vogla, dhe realisht çdo lëvizje e naftës këtu po ndikon në bazë ditore në çështjet e Kosovës. Më shumë po influencon në Kosovë niveli i bursës sa në vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është pika kryesore e bursave botërore. Dhe si e tillë, atëherë këto lëvizje prapë neve po na bën para një krize të re, potencialisht ekonomike, para një inflacioni të ri potencialisht, sepse vendi nuk është përgatitur asnjëherë për prej ekzistencës së saj që të mbjetoj të paktën në periudha të ndryshme afat shkurta, sepse nuk po pretendoj për afat gjata krizave të ndryshme, ndërsa në çështjet të lutjes problemi kryesor për te nivelit dhe përgatitjet e sigurisë është niveli i përgatitjes psikologjike të masës, të cilët janë po bien prej shumë lajmeve frikësuese dhe lajmeve defanzive psikologjike mbi atë që e përmendëm më herët. Kjo na bën më tepër përgatitur, për shkak se edhe nëse e ke armën më të fuqishme, por psikologjikisht nuk je i përgatitur për luftë, atëherë kjo i bën që nuk je asgjë. Dua ta përmend një fakt, se fundi e kam pasur një konferencë nga një institut i Turqisë dhe e përmenda si fakt aty që Turqia, gjëja kryesore që ka investuar së pari në forcimin e saj ka qenë mendësia e masës, që dhe ne e kemi rëndësinë tonë strategjike dhe gjeopolitike. Dhe kur e krijon një popull, një masë e cila e ka vetbesimin e vet, e ka patriotizmin e vet, e ka bindjen e vet që duhet ta mbrojë vendin dhe nuk është i pafuqishëm, atëherë ke krijuar të ardhmen e një vendi. Kjo ardhme e jona për momentin po mungon dhe është duke vazhduar në të njëjtin ritëm që do të duhej ekstremisht të ndryshonte dhe përgjegjës për këtë çështje janë të gjithë ata, duke më përfshi edhe mua, që dalim në media, flasim dhe kemi të paktën një hapësirë publike për të ndikuar tek masa. Apo hymë një lloj epoke të re të rivalitetit mes shteteve më të fuqishme në botë, pra SBA, Kinë, Rusi dhe Iran. Po, realisht ky rivalitet i ri ka filluar që të themi që nga kriza e parë e Ukrainës, ku për çështjen e Krimes, disa thonë edhe më herët, për shembull kur është sulmuar Abkhazia dhe Osetia nga Rusia, që nga ajo kohë kanë filluar ndryshimet e para gjeopolitike. Ka autorë që shkojnë edhe më herët që nga rënia kullave binjake, por megjithatë mund të themi që në dekadën e fundit jemi te ndryshimet e thella gjeopolitike, për shkak se nga viti 2012 tutje edhe Kina ka marrë hapa të gjigant në zhvillim ekonomik, në zhvillim ushtarak, në zhvillim të inteligjencës së tyre, në zhvillimin e shtrirës së Belt and Road Initiative, që është domethënë strategjia e tyre për influencë gjeopolitike, ekonomike dhe ushtarake, dhe po ashtu në këtë formë edhe Rusia ka marrë, po edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shtrirë interesat e veta. Në kuadër të këtyre interesave janë influencuar edhe shtetet e cilat janë më të vogla dhe kanë marrë ronë. Tani e shohim se çdo ditë e më shumë shtetet e ndryshme kanë filluar që të renditen nëpërmjet grupacioneve të ndryshme të shteteve, disa me perëndime dhe pjesa tjetër me Kinën apo Rusin, dhe kjo formë atëherë veç duke përgatitur një konflikt në të ardhmen e cila mund të jetë gjithmonë, po them, shpresoj që nuk ndodh, por në analizën atë që është duke përgatitur një përplasje e re e cila do të prodhojë ndoshta një multipolaritet, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbeten vendi i parë, por nuk do të mbeten i vetëm si fuqia vetëm, si fuqi unipolare, siç ka qenë për shembull gjatë viteve të 90-ta. Pra, kjo epokë e re po i bie që po e dobëson SBA-n, pra është e forta, por jo më e forta pasi që ka të tjerë ortak. Shkencërisht, sipas gjeopolitikës, kjo i bie që Shtetet e Bashkuara, secila perandori në histori kur ka pasur shtrirje të gjerë, nuk mund ta kontrollosh. Pafundësisht nuk mund ta kontrollosh. Fillon pastaj rënja? Pastaj fillon një kurrë nga një herë në moment të saktuara nga mësimet e historisë, shtetet mund të fillojnë edhe vetë pajtimin e disa humbjeve, sepse nuk mund ta kontrollojnë më. Dhe diçka që nuk mund ta kontrollosh, ai bëhet kërcënim për ty. Atëherë më mirë ta kontrolloj dikush tjetër, ku me atë tjetrën e bën një marrëveshje që të krijohet një paqe, sa ta mbash një në periferi i cili krijon vazhdimisht kriza për ty. Atëherë Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të themi, sepse fuqitë e mëdha nuk përplasen në formën që e ndrojmë ne. Për shembull,
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia asnjëherë nuk kanë pasur një përplasje të drejtë për drejtë gjatë luftës së ftohtë, por gjithmonë kanë pasur përplasje në periferitë e tyre, ku i kanë nxitur shtetet e ndryshme që të përplasen në forma të ndryshme. Dhe tani Bashkimi Sovjetik kishte një zgjerim ku nuk arriti ta kontrolloj. Kthehemi më herët, edhe Britania e Madhe kishte një zgjerim të jashtëzakonshëm. Perandoria romake, shumë perandori. Nuk dallon ajo me periudhën e sotshme? Në termat e përgjithshëm gjeopolitik nuk dallon. Sepse sot plot autori janë mundu që ta bëjnë të parëndësishëm me gjeografinë. Por gjeografia po mbetet po aq e rëndësishme, për shembull ne kemi pa me çështjen e luftës në Iran, që mbetet po aq e rëndësishme sa që ka qenë në të kaluarën pa marrë parasysh zhvillimet teknologjike. Pa marrë parasysh zhvillimet teknologjike ka mbetur e rëndësishme gjeografia shumë për Rusinë, sepse një territori aq të madh askush nuk ka vullnetin që t'ia mësy për shkak se logjistika është një problem kryesor i armëve sa do të avancuara që të janë ato armë. Dhe logjistika mbetet problemi kryesor i tyre. Dhe kjo është çështja edhe tek Irani, për shkak që është një nga shtetet e mëdha me hapësi gjeografike, nuk mund a mundet dikush që tash 850, sipas matjeve duhen 850.000 ushtarë që ta pushtojnë Iranin. Kush mund të mobilizoj sot 850.000 ushtarë? Ne kemi pas se sa e rëndësishme edhe për superfuqitë e mëdha është humbja qoftë edhe një aeroplani apo dy aeroplaneve ose diçka e tillë. Sepse ka kostën e miliarda dollarëve. Pikërisht, kosti është jashtëzakonisht shumë e madhe. Përveç tjerash, sot dallimi për shembull që ta gjejmë dallimet kryesore për kundrejt periudhave të caktuara në të kaluarën. Përderisa në të kaluarën për shembull autokracia ka qenë më e fuqishme, sot reagimi i masave është shumë i fuqishëm. Për shembull në luftën e Vietnam plot autorë thonë që realisht më shumë e ka bërë masat Shtetet e Bashkuara të Amerikës të tërhiqen nga Vietnami, se sa vetë Shtetet e Bashkuara që ka dashur të tërhiqet, për shkak se kanë qenë të pakënaqur me betejën që nuk është fituar asnjëherë, por ka harxuar resurse të vazhdueshme. Çka nëse në një moment, për shembull, edhe se fundmi rezoluta për luftën në Këshillin në Senatin Amerikan nuk ka kalu për çështjen e Iranit. Pra, domethënë ka vetë pakënaqësi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për çështjen e përplasjes me Iranin. Ka madje edhe pakënaqësi edhe për çështjen e përkrahjes së Izraelit. Pra, publiku vazhdimisht është duke ndikuar. Dhe çka nëse arrin në një pikë ku publiku mund të vlojë dhe të ketë pakënaqësi të jashtëzakonshme, ku mund të shpërthejnë në demokraci të ndryshme dhe të rrëzojnë qeveri të caktuara. Dhe kjo do të ishte tronditse nëse do të ndodhte në shtetet si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që reflekton gjeopolitikën e madhe të i gjithë perëndimi. Tash fajtor është politika e Donald Trumpit apo politika e mëhershme të SBA-s? Realisht, sepse shumica po e akuzojnë Trumpin se një president i cili ka filluar ta dobësojë SBA-n kushtetisht. Janë dy çështje. E para, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një strategji e cila është ndërtuar nga Spikeman, që quhet teoria e Rimlandit ose e brigjeve, një lloj me qasin siç e ka pasur Venediku dikur, ku për shembull Venediku kryesisht i ka pushtuar territoret që kanë qenë bregdetare, për shkak se kanë qenë në interese ekonomike dhe me letë të menaxhueshme, ndërsa Hartlandi është pjesa e tokës dhe Rusia ka këtë që zakonisht është sulman. Dominant. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëse e shkojmë domethënë gjeopolitikën e tyre, bazat e tyre kryesisht edhe në lindjen e mesme që përmend më herët është çështja e Rimlandit, pra e brigjeve, të synojmë me shumë vendet ku kontrollohen me lehtë, ku e ka fuqinë me lehtë dhe furnizimet bëhen me lehtë në për çështje ushtarake. Për shkak se sot energjia kryesore, për shembull nafta, bëhet nëpërmjet deteve, jo nëpërmjet rrugëve toksore. Që kishim çështjen tash me Hormuzin. Pikërisht është Hormuzi, çështja më e rëndësishme. Dhe tash si e tillë, atëherë është si gjeopolitike që nga fundi i luftës së dytë botërore, që nga ajo kohë e zhvillojnë si gjeopolitik. Gjatë periudhave të ndryshme, me ndryshimin e administratës, këto çështje updatohen, por qëllimi mbetet i njëjtë, por që updatohet domethënë strategjia. Pra, strategjia mbetet e njëjtë, por që ndryshohen taktikat. Tash, me ndryshimin e presidentit mund të ndryshohen taktikat me shumë apo me pak, por strategjia mbetet e njëjtë. Tani disa president ka që janë me të mençur dhe e shtyn çështjet me të ndryshme. Kjo nuk e bën kundërta e të mençurit Donald Trumpin, por që e bën njëri që mund të ketë me shumë gabime për shkak të hapave të gabuar që i merr. Është e normale që politikanët të bëjnë hapa të gabuar.
Por Donald Trumpi, shumë autorë dhe Amerikanë e thonë që ka një influencë të jashtëzakonshme nga Izraeli dhe nga ekonomia e Izraelit dhe kjo e bën që të krijojë dome për vetë ekonominë amerikane, për vetë strategjinë amerikane dhe për vetë prestigjin amerikan. Dhe në marrëdhënien ndërkombëtare ka shumë rëndësi edhe prestigji për te fuqisë, sepse për shembull Kina sot e ka përkrahjen e Afganistanit jo për faktin që e ka pushtu, po për faktin që i ka thonë mua nuk po më intereson regjimi yt, mua po më intereson vetëm unë të kam disa investime aty. Këto investime janë influenca e saj. Edhe në Ballkan mos të harrojmë që gjitha shtetet e Ballkanit janë pjesë e programit Belt and Road Initiative të Kinës përveç Kosovës. Dhe janë, domethënë, në këto kuadër të shteteve janë edhe disa vende të Bashkimit Evropian dhe për një vit ka qenë edhe vetë Italia madje. Ka qenë tronditse kur Italia ka nënshkruar që të jetë pjesë e strategjisë së Belt and Road Initiative, sigurisht që tash është tërhequr, por vendet e Ballkanit Perëndimor asnjëra nuk kanë deklaruar që janë tërhequr për kësaj strategjie. Sa kanë reflektuar në Ballkan këto rivalitete tek superfuqitë botërore? Edhe janë të reflektu tashme, sepse ne kemi pa që Serbia ka një renditje vazhdimisht me Kinën, ka një renditje edhe me Rusin, këto janë çështje të hapura, por Rusia ka arritur që Serbinë ta paraqes në marrëdhënie ndërkombëtare publikisht si një forcë e cila është neutrale, por realisht është e sponsorizuar nga Rusia. Dhe si e tillë po shfrytëzon politikën e dy karrikeve ku dëshiron që ta paraqes veten neutrale në llojin e Jugosllavisë të Titos, në këtë formë atëherë të marrë benefitin nga të dyja palë, por që realisht e mbron vetëm interesin e Rusisë, sepse vetëm Rusia ka interesin ekspansionist bashkë me Serbinë, interesin ekspansionist në Ballkanin Perëndimor. E pa për shembull tashmë së fundi është duke shtyrë edhe çështjen e ndarjes së malit të zi për plasës, dhe si po shtyhet përpara duke shtyrë disa komunë atje që formalisht ta tërheqin njohjen ndaj Kosovës. Sigurisht komunat nuk njohin dhe nuk tërheqin njohje, por është e rëndësishme se është luftë hibride psikologjike që ndodh kjo dhe e bën ndarjen e malit të zi nëpërmjet, sepse veç që kanë arritur 33% e malazezëve tani deklarohen që janë serbë. Dhe kjo nuk është një shifër e vogël, sepse i bjen rreth të paktën 1/3 e malit të zi, domethënë në një moment të caktuar mund të kërkojnë ndarjen prej tyre. Dhe kjo është një problem me rëndësisë për Rusinë, për shkak se në vitin 2017, para se të bëjë atentatin ndaj Djokovicit, Rusia ka pasur interesa e hapjes së bazave të saj ushtarake në detin Jan. Dhe si e tillë, ky është interesi i tyre që dëshirojnë ata ta shtyjnë përpara me çdo kusht me ndarjen e saj. Por në të njëjtën kohë janë duke shfrytzuar diplomacinë që të afrohen edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos kundër e Kosovës. Dhe kjo diplomaci e tyre nuk është e rastishme, por është ndërtuar nga viti 2012 e tutje, kur ka qenë domethënë Marko Gjuriqi, ambasador në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka krijuar lobingje të fuqishme me krye Olga Ravashin, sa va pak i mbledhin votues amerikanë atje, i organizojnë ata, kanë organizuar organizata jo qeveritare të ndryshme, media të ndryshme, të cilët kanë një bashkëpunim të thellë me kongresmen, senatorë të ndryshëm, politikanë të ndryshëm me influencë dhe ekskluzivisht ju kanë ofruar Donald Trumpit me përkrahjen elektorale të tyre dhe kështu po përfitojnë terrenin kundra Kosovës. Kjo është domethënë shfaqja e parë e përplasjeve globale, ndërsa shfaqja e dytë e kemi ku Izraeli është duke furnizuar me armë Serbinë vazhdimisht, Izraeli është duke forcuar atë dhe esenca kryesore është vetëm që ta tërheqë për shembull në influencën e saj për shkak se Turqia është duke furnizuar me armë Kosovën. Kjo është përplasja e dytë që mund ta themi. Pastaj përplasja e tretë është çështja e Kinës. Kina ka plot studentë dhe financime të ndryshme të cilat i bën nëpërmjet interesit të saj ekonomik dhe po ashtu edhe akademik, ndërsa përplasja e cila pothuajse është shumë e fuqishme është ajo e Rusisë, e cila ka interesat e veta që nga kohrat e Romanovëve që të shtrin interesat e saj në gjithë Ballkanin Perëndimor, por edhe Ballkanin si tërësi. Atëherë prof, këtë në fund, bota po shkon drejt një, nëse mund themi, drejt një ndërtimit të një epoke të re politike globale, drejt një zhvillimi të ri që shtetet e vogla do të pësojnë të mëdhat, të forte do të stabilizohen, apo do të kemi një rend të ri botëror? Bota po shkon drejt një rendi të ri botëror realisht, sepse tash rendi i ri botëror nuk do të thotë automatikisht, sepse deri më tani ne kemi parë që rendet e reja botërore kanë ardhur nga luftrat e mëdha. Kjo nuk nënkupton që prap mund të ndodhë.
sepse vendet evoluojnë dhe mund të gjejnë interesa që ndoshta nuk po shkojmë në luftë për shkak se nuk është interesi askujt, por po gjejmë një formë të paqes. Dhe si e tillë, atëherë kjo nuk na shën domosdoshmëri drejt një lufte globale, por drejt një rendi të ri botror patjetër, për shkak se fuqitë e reja si Kina dëshirojnë që ta kenë influencën e vet gjeopolitike, ta kenë interesin e vet, por edhe fuqitë rajonale dëshirojnë që ta kenë interesin e vet dhe shtrirën e tyre në zonat e caktuara. Për shembull, Turqia që mund ta konsiderojmë si influencë rajonale, e pam se çfarë rëndësie japi Donald Trumpi së fundi në summitin e NATO-s, atëherë ata kërkojnë interesin e vet gjeopolitik, qoftë nëpërmjet shtrirjeve në Ballkan, qoftë nëpërmjet shtrirjeve në Azi apo formave të ndryshme. Të njëjtën formë kërkon për shembull mund të themi edhe vende si Pakistani, India dhe vendet e cilat nuk janë në nivelit të superfuqisë, por që janë kërcim për superfuqitë për shkak se varet nga ana që e marrin ato. Dhe kjo anemi tyre atëherë na bën drejt një rendi të ri botror. Prof, faleminderit që ishe pjesë e këtij emisioni. Kënaqësi, faleminderit shumë edhe për jush. Të nderuar miq, takohemi në emisionin tonë tjetër të radhës, deri atëherë më mbeq. Kush janë ekspertët që